Djali rrahun nënën shkaku i nuses. Era e freskët e mbrëmjes së vjeshtës i binte ngadalë dritarëve të shtëpisë së vjetër. Në obor, fijet e thara të misrit varreshin, ndërsa nëna Zylfie qëndronte ulur në shkallët prej guri, duke numëruar kokrat e thekrës që i kishte mbledhur gjatë ditës. Ajo ishte grua e heshtur, e për ullur, e mësuar të duroj më shumë se ç'duhej. Djali i saj, Iliri, ishte 27 vjeç, burri i pjekur, i fortë, por edhe i drejtë, që kur ishte martuar me nusën e tij, Lumen, gjërat kishin filluar të ndryshonin, jo me njëherë, por pak e nga pak, sikur dikush të kishte shkrirë akullin e zemrës së tij, dhe në vend të ujit të pastër kishte derdhur helm të fshehtë. Lumja, grua e bukur e elegante, vinte nga një familje e njohur në qytet. Ajo e shehte fshatin e tij si një vend të humbur dhe të prapambetur, e sidomos Zylfien si një pengesë për të ndërtuar jetën e saj. Nuk e thoshte hapur, por me gjuhën e nënqeshjeve, të fjalëve të vogla, të çarjeve të stisura, e bënte Ilirin të besonte se nëna e tij i prish punët, i pengonte lumturinë dhe madje nuk e donte. Nata kur gjithçka ndryshoi, filloi me një fjalë të vogël, një fjalë që nuk do të harrohej kurrë. Nëna Zylfie përgatiste darkën, bukmisri, djathtë të bardhë, pak speca të skuqur. Në shtëpi nuk kishte luks, por kishte dashuri, ose më mirë, dikur kishte pasur. Iliri hyri pa folur, sytë të lodhur, vetullat të ngrysura. Lumja ecte pas, duke mbajtur dorën në bel, sikur të ishte lënduar. "Çfarë ke birë?" pyeti Zylfia me butësi. "Pse po e mban kështu belin nusja?" Lumja uli syt, pastaj u kthye me zë të dridhur. "Jo, nën, asgjë. Ndoshta jam lodhur duke punuar gjithë ditën." Iliri u ngrit me nervoz. "Pse nuk i dha ndihmë, nën? Gjithë ditën ajo ka punuar vetëm." Zylfies ju drodhën duart. Ajo nuk kishte problem të shërbente të gjithëve, por ajo ditë kishte qenë e rëndë për të. Megjithatë, ajo nuk deshi ta hidhëronte djalin. "Ja kam bërë punët, birë, sa kam pasur fuqi." Ajo s'ka bërë asgjë veç e ka rregulluar pak dhomën. Lumja kulloi një lot të rrem. Iliri e pa dhe gati u çmend. "Nën, mos e akuzo. Ajo më tha që ti e ke sharë, e ke fyer." Zylfia u drodh. Ajo s'kishte sharë askënd asnjëherë në jetë. "Birë, unë s'kam thënë asnjë fjalë të keqe, më beso." Por helmi i dyshimit tash më qarkullonte në gjakun e Ilirit. Fjalët e nënës ronë në tokë si gjethet e thata, pa zë, pa pesh. Ai shpërtheu, "Gjithmonë ashtu, gjithmonë ti do të kesh fjalën e fundit, më mban peng, më kontrollon." Zylfia nuk e njehte këtë verzion të birit, e shikonte, por nuk e gjente më djalin që kishte rritur. Lumja qëndronte pas tij, duke i hedhur her pas here nga një shikim triumfues, të cilin vetëm Zylfia e kuptonte. Erdhi çasti fatal. Iliri e ngriti dorën, një shuplak që zbriti me forcë mbi faqen e nënës së tij. Zhurma asaj goditjeje tingëlloi në murët e shtëpisë, ndërsa Zylfia nuk bërtiti, vetëm shikoi djalin, me sytë më të trishtuar që një nën mund të ketë. Pas goditjes, gjithçka u plak, edhe era u ndal. Lumja e shtyu Ilirin drejt dhomës, duke i folur me zë të ulët, sikur donte ta qetësonte, por në fytyrë kishte fitoren. Zylfia mbeti ulur në stol, duke mbajtur faqen. Nuk qante, vetëm thoshte me vete, "Unë jam nën, duhet të duroj. Por pse, o Zot, pse kundër meje djali im?" Ajo nuk ka ankua as me zë të ulët, vetëm u ngrit, la enet e gjellës që su prek, mbylli dritat dhe shkoi të flinte në dhomën e saj të ftohtë. Në atë natë, s'ishte vetëm faqja e saj që dhimbte, ishte edhe zemra. Të nesërmen, Zylfia u ngrit herët që gjithmonë, gatoi bukë dhe ja la të gjitha gati. Nuk tha asgjë fjalë për atë që ndodhi, nuk e qërtoi Ilirin, nuk e akuzoi. Në heshtje, ajo kërkonte falje që nuk ekzistonte. Lumja e ndjente vetëm triumfuese. Më në fund e kishte bindur Ilirin se duhej të largoheshin nga shtëpia. Në drek, Iliri i tha nënës: "Nën, ne do të shkojmë në qytet. Kaq,
as një falje, as një pendim. Zylfia se uli kokën, përkundrazi e ngriti pak me një ndjenjë të çuditshme force. Shkoni birë, shtëpia ime do të jetë gjithmonë e hapur për ty, edhe kur ti mbyll të gjitha dyert e tjera. Ai u hutua, nuk priste fjalë kaq të qeta nga dikush që e kishte lënduar. Mos më uron në mënyrë ironike, bërtiti ai përsëri. Zylfia nuk u përgjigj. Kur u larguan, shtëpia mbeti e heshtur, por ajo heshtje nuk ishte e zbrazët, ishte e mbushur me një dhimbje të thellë, të ftohtë që të ngrihej në zemër. 2 muaj më vonë, Iliri u kthye vetëm, syt i kishte skuqur, fytyrën të lodhur. Nëna Zylfie po mbyllte qep në obor kur e pa. Ai nuk i tha tu ngjatjeta, vetëm qëndroi para saj si fëmijë i humbur. Nën, ajo ngriti syt, nuk i foli. Nën, më fal. Zylfia heshti duke e por me dhimbje. Lumja më mashtroi. Ajo donte vetëm lekët e mia, shtëpinë tonë në qytet. Kur mori gjithçka më la. Dhe më tha se ishte gëzuar atë natë kur unë të godita. Zëri i Ilirit u thye. Ai rrohu tokën me grosht. Si munda nën, si munda të ngrej dorë mbi ty? Zylfia ju afrua. Ja vuri dorën mbi kokë si dikur kur ishte fëmijë i vogël dhe trembej nga shiu i natës. Si e njeri, birë, njeriu gabon, por mos harro, Zoti sheh gjithçka. Iliri nisi të çonte me vroll, ajo vetëm ja fshiu lotët. Ti e biri im, një nën fol gjithçka, por Zoti është përblen sipas të vërtetës. E rëndësishme është që e gjeta atë. Nga ajo ditë, Iliri qëndroi te shtëpia e nënës së tij. Nuk kërkoj të ikte, nuk kërkoj të justifikohej. Punon të tokën, i bën të shtëpisë rregullime që i duheshin dhe çdo mbrëmje i sillte nënës lule nga ora. Por çdo herë që ja shikonte faqen, e kujtonte atë natë të errët, dhe ai betohej në vete. Asnjëherë më dorë mbi nënën që më rriti. Në fshat nisën të flisnin, disa e përqeshnin, të tjerë i hedhnin fjalë, por Zylfia gjithmonë i dilte krah. Djali im është penduar, Zoti i fal ata që pendohen. Pas disa muajsh, shtëpia e tyre u mbush përsëri me dritë. Zylfie buzëqeshte më shpesh, Iliri këndonte këngë të vjetra që ajo i kishte mësuar dikur. Ngrohja e marrëdhënies së tyre ishte e ngadalt, por e fortë. Dashuria e nënës nuk ishte vdekur, vetëm ishte plagosur.